Mëngjesin e 12 qershorit, SPAK në bashkëpunim me Policinë e Shtetit ndërmori një operacion kundër një grupi kriminal, për të cilin lëshoi 20 masa sigurie për veprat penale të trafikimit të lëndëve narkotike dhe pastrimit të parave në vlera të mëdha. Por ndryshe nga operacionet e tjera, këtë herë rrjeta e SPAK ushtri në disa biznesmen si Artur Shehu, Ilir Shtufi, Ores Sota dhe Orgest Birçaj. Aksioni çoi në goditjen e grupeve të dyshuara kriminale të përfshirë në trafikun e rreth 6.7 tonëve kokainë nga Amerika Latine. Dyshohet se të ardhurat e përfituara nga ky grup kriminal janë investuar më pas në projekte ndërtimi në Shqipëri. Në qendër të hetimeve janë grupet e drejtuara nga Artur Shehu, Luciano Koçeku dhe Alfredo Hamzaj. Listës i shtohen edhe Erjon Rama, si dhe Ivollaj Ardiani, nipat e Fatmir Ramës, i njohur si Miri i Gjikës. SPAK bën me dije se hetimet janë të mbështetura edhe në analizën e komunikimeve të përfituara nga platforma Sky ECC, si dhe nga përgjimet telefonike, të cilat kanë ndihmuar në dokumentimin e veprimtarive të bëra nga grupi kriminal. Personat në hetim dyshohet se kanë investuar të ardhura me burim kriminal në pasuri të paluajtshme, projekte ndërtimi dhe shoqëri tregtare. Dosja e SPAK, e siguruar nga zëri, ka dokumentuar disa nga episodet më të rëndësishme të hetimeve, me emra, porosi dhe nënshkrime notariale. Në një pjesë tjetër të dosjes, theksohet se personat në hetim kanë kryer takime edhe jashtë shtetit dhe kanë komunikuar në lidhje me takime me funksionar të lartë shtetëror, pa dhënë emra apo detaje konkrete për ta. Në dosje përmenden emrat e disa personave në hetim, si Adrian Rama, Elton Mehmeti, Erjon Rama, Artur Shehu, Arben Ismaili, Alfredo Hamzaj, si dhe Ardian Zykaj. Këta persona dyshohet se janë të përfshirë në zhvillimin e vilave në kompleksin Green Coast në Palas, si dhe në prona të tjera në zonën e Zvërnecit. Kjo e fundit dyshohet të jetë tjetërsuar, duke ju shtuar në dokumente si përfaqja nga 5.800 metra katror në 32.000 metra katror. Prona është regjistruar fillimisht në emër të trashëgimtarëve dhe më pas është transferuar te Artur Shehu me kontratë shitjeje për vlerën 480 milion lek. Një nga pasuritë e ngritura nga paratë e drogës është edhe kullat e rruga e Kavajës në Tiranë, e quajtur Garden Building. SPAK ka sekuestruar dhe bllokuar nga disa biznese tek llogaritë bankare. Është sekuestruar biznesi i makinave me qira, Top 7, i cili ndodhet pranë ish-parkut të autobusave në Tiranë. Biznesi dyshohet si i përket në pronësi biznesmenit Orges Birçaj. Në kuadër të këtij mega operacioni janë sekuestruar edhe 128 milion euro në 3 llogari të noteres Amela Mukaj. Këto para të gjendura në llogaritë bankare të noteres ishin kaluar nga Albanian Land Development dhe nga biznesmeni Artur Shehu. SPAK ka njoftuar se janë sekuestruar vila në zonën bregdetare, si Green Coast në Palas, Gjilek, Jal dhe Vuno, si dhe vila në Rolling Hills në Tiranë. Po ashtu janë të përfshira apartamente, truall dhe njësi shërbimi në Tiranë dhe në qytetet e tjera. Në total janë sekuestruar 336 llogari bankare në bankat e nivelit të dytë, si dhe pasuri të tjera financiare dhe të paluajtshme, përfshirë shuma që kalojnë disa miliona euro. Gjykata ka vendosur gjithashtu bllokimin e të drejtave për përfitim nga shpronësimet me vlerën mbi 350 milion lek. Sekuestrimi përfshin edhe shoqëri tregtare, hotele, mjete lundruese dhe automjete luksoze si Lamborghini, Mercedes-Benz dhe Audi, të dyshuara si të lidhura me aktivitetin kriminal. Në opinionin publik, ky aksion i SPAK është quajtur aksioni më i rëndësishëm për goditjen e grupeve kriminale.